U raportua në policinë e shtetit nga pushuesit se kishte shkelur perimetrin e sigurisë, duke rrezikuar jetën e tyre. Policia kufitare ndërhyn menjëherë, duke bllokuar mjeti lundrues jet ski dhe duke ndëshkuar drejtuesin me mas administrative, 500.000 lekë të rinj. Menjëherë mbas të raportimeve dhe videos së dërguar nga qytetarët në policinë e shtetit, ku shfaqej një mjet lundrues tip jet ski, i cili kishte hyrë në afërsi të bregut në zonën e Karabrunit, duke shkelur perimetrin e sigurisë dhe duke rrezikuar jetën e pushuesve, shërbimet e policisë kufitare të SKP Triport, në bashkëpunim me njësinë policore detare, bën të mundur konstatimin dhe ndalimin e mjetit lundrues, ndërsa po afroi pranë molit të peshkimit në territorin e SPK Triport. Mjeti lundrues jet ski u bllokua në pikën e bllokimit të mjeteve lundruese afër Smilit, ndërsa drejtuesi i mjetit, shtetasim iniciale EU, u ndëshkua me mas administrative në vlerën 500.000 lekë të rinj. Policia e shtetit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve lundruese që të respektojnë perimetrin e sigurisë dhe të zbatojnë rregullat e lundrimit, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve përgjatë vijës bregdetare.